E pra të nderuar miqtë e mia, ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Mateo ishte banori i cili hyri me bindjen e plot që në fakt zemrën dhe shpirtin e Brikenës do ta merrte, por kjo marrëdhënia, kjo historia e dashurisë përfundoi me një dhimbje të madhe, me një dhimbje që Brikena shkatërroi çdo raport. Por ajo që unë shoh në çdo dalje të tyre, do me thënë në qoftë se Brikena është e ulur në verand, Mateo del në verand, në qoftë se Brikena është në dhomë, Mateo shkon në dhomë, në qoftë se Mateo është në dhomën e gjumit, Brikena shkon në dhomën e gjumit, do me thënë pa marrë parasysh që ishte një stepje e madhe nga ana e Brikenës që në asnjë mënyrë unë nuk dua që të përfliten historitë e mia nga jashtë, nuk kam qenë në një lidhje dashurie, me thënë që më duket absurde nga një vajze asaj moshe ta ketë kaq të vështirë ta tregon një lidhje dashurie që ka qenë edhe mis, për mendimin tim ka qenë në një lidhje sepse vetëm nga fakti që do me thënë ndajnë momente bashkë, kanë shkruar bashkë, janë takuar etj, kanë ndarkuar, aty janë takuar për një lidhje, nuk janë takuar për motër dhe vëlla dhe mund t'i themi një lidhje në tentativë, siç e tha Arbri. Por Brikena e shikon Mateon me bishtin e syrit. Dhe Mateo, duke qenë se me Brikenën ndoshta kishte qenë më i fuqizuar brenda kësaj shtëpie, sepse realisht matematikat në Big Brother janë këto që duhet ndërtuar një lidhje për të qenë sa më afatgjatë, Mateo ka filluar që të ri sa më afër Kristit, ndoshta e përdor Kristin si banor i fortë për të fuqizuar ai dhe për ta bindur Brikenën që unë jam këtu dhe ne të dy mund t'ja dalim super fuqishëm. Unë dua ta shoh në fakt Brikenën dhe Mateon si çift, edhe publiku jashtë do t'i shef. Unë e kam thënë edhe më herët, më thënë problemi i tyre serioz që Mateo dhe Brikena nuk janë lidhur, kanë qenë bindjet e familjeve të tyre për fen, tani nuk e di a ka qenë bindja e familjes Brikenës apo Mateos, por derisa Mateo tha që Brikena duhet ta tregon, do me thënë i bie që ka qenë problemi i Brikenës. Por gjithsesi unë e shoh Mateon si një djalë që në fakt e simpatizon, e preferon, nuk është një djalë që është i keq, mendoj si çift do kishin shkuar perfekt, por do shohim se çfarë do ndodhen ditën në vazhdim me këtë çift.